Them diçka sepse kjo puna e menaxherit mirë është i teori e këtyre neoliberalizmit, postmodernizmit e gjithë tore neomarksizme të rinë, në cilën thotë nuk ka rëndësi politika, na duhen menaxher të mirë. E di ç'a bën kjo që pastaj menaxher si puna atij që s'dinte që i vidhin gjithë shkëndrohet 2 sekondë. Duke hequr ti vullnetin politik, ti zhduk qytetarin poshtë dhe drejtojnë sa teknokratë sipër që e dinë më mirë. Ata teknokratët e dinë më mirë ngrohen globale, ata e dinë më mirë çështjen e po themi kartës digjitale, mionetat. Pra, këta që janë teknokratët, rëndësi ka që të jenë menaxher të mirë këta, e kupton ti? S'ka rëndësi vullneti popullit poshtë që nuk do për shembull emigracion më, se i ka ardhur majtundës në Evropë. Nuk ka rëndësi. Këta që janë teknokratë dinë më mirë, diversiteti është fuqia jonë e këto tjerë. Kjo është një teori shumë e rrezikshme. Njeriu duhet të jetë politik, sepse në qoftë se ti heq politikën, ti vret qytetarin poshtë. Cili është modeli më i mirë që ofron kjo politika, me ata individ që ka sillur deri më sot, që ne i kemi parë, me ato shkelje që i bën kushtetutës edhe sot e kësaj dite, dhe ne duhet presim që kandidati më i mirë është ai politiku nga kjo politikë që e ka çuar keq në vend, dhe ne tani të anatemojmë një njerëz i cili thotë nuk jam i lidhur, po them dorë ideja që njeriu duhet të jetë s'ka rëndësi politika duhet të jetë menaxher mirë. Jo, politika është e para. Ai është Flori, politika do bëjmë. Po një sekond tani se ty kundërshtoj të dyve. Ai ka thënë këtë gjë. Të bëjmë marrëveshje fjalë. Zgjodhi Partia Demokratike, po unë do dal me siglën e Partisë Demokratike. Tani këtu si pas shpjegoj. Nuk është. Po ç'është kjo domethënë? Do marri votën time se unë do ta votoj për shembull, po nuk do marri votën e PD-s. Duhet jemi korrekt këtu. Ai e shpalli kandidaturën dhe partitë politike u shprehen në mbështetje të kësaj kandidature. Nuk është zgjedhje. Jo, ai e shpalli kandidaturën, nuk e shpalli para se të. Ai e shpalli prapa. Jo, para. Jo, absolutisht jo, fare. Është publike. Fare, po ç'a publike? E ka shpallur dhe e ka vetë shpallur vetes si kandidat të pavarur dhe pas kësaj parti politike të ndryshme kanë shprehur mbështetjen për këtë figurë, për të përbashkuar, për të bërë një ndryshim. Si ajo figura kjo politikë që kemi parë deri sot në kandidatët e pastër ai postiste i vidhin shokët. Kur unë shkoj dhe dua të bëhem arkitekti një, domethënë kam një projekt, jam arkitekti dhe shkoj të them tjetrit ta ndërtoj unë shtëpinë, unë shkoj me një projekt në dorë dhe tjetri më pranon ose s'm pranon, mund të marri këtë tjetrin. E kupton? Një njeri që thot, unë vetë kandidohem dhe të zgjidhesh për fjalën tënde, jo për jo se ashtu ndodhi, se ishte pa projekt, pa ashtu ndodhi. Ky është abuzim tani, po ashtu ndodhi se pa projekt. Kush e ka pasur ndonjëherë projektin për Tiranë? Ja, Artiri e ka, unë kam një projekt për Tiranë. E kemi projekt. Sazan Guri ka projekt. Ore demokracia është procedurë. Ka nevojë të vetë deklarohesh, ka kohë për programin, ka kohë për fushatën. Po jo, pra se unë duhet shikoj programin, si ka kohë, po pa u shpallur zgjedhjet dhe pa u hequr ai nga detyra, si mund të bëje program ti? Ku e dieti që do kishte zgjedhje bashkë? Jo, ai do të dinte të thoshte qyteti ka nevojë për drejtim tjetër. Ti shfaq vullnetin tënd, merr përsipër. Po një sekond tani se ishte me Juve dhe iku nga Juve se ishte shumë i zën. Tani pa prit ma shuçirua nga e zëna, unë e dua Florin, po e them haptazi publikisht, e dua dhe është djalë i shkëlqyer i pastër. Problemi këtu që nuk po shikojmë a ka la rrobat apo jo, ne po shikojmë ç'a ide ka për qytet. Por sot 3 qytet me 1 milion njerëz. E kupton, nuk është gallat këtu. Me 2 milion hallë. Me 2 milion hallë. Po jo, ju e dini kaq mirë. Ma thoni diferencën. Më 2 sekonda të bëj. Më thoni diferencën në vizion midis Florit, Hasimes, kush ishte tjetër? Haçkas dhe ajo goca tjetër që ishte. Mi thuaj një çik, çfarë diferencash kishin këta në vizionin për Tiranën që vizioni i atij tjetrit ishte më i miri? Ai përbashkoi. Qa përbashkoj tani? O, mësoj diferencat, se kjo ishte më i miri. Po ta them tani. Politika, përbashkoj, faktorin opozitar. Nëse ai është më i miri, atë do të tregoj qytetarët e Tiranës nëse do të jo më i miri se japin vota. Po pse nuk mbështet? Po pse më ai që fitoi radhën e kaluar ishte më i miri? Jo, atë e kishim atë politikun e famshëm. Po pra se po ngilën peng të këtyre politikës, ata do na. Ora nuk ishte dorë na ky koncepti i dhan votat. Votat në Tiranë nuk jepen, votat në Tiranë merren. Edhe Hitlerit i dha vota më. Po, i dha. Po mi si t'ja bëjmë e marrin ata të në qoftë se ne këtu të katërt, ti do bëje shtëpinë në anet 4, asnjë s'do ishte me projekt, ç'a do bëje ti?
Do preferoje njërin, po prit më të mbaroj. Po njërin që do të japë. Para se ta porosisësh ta. Dhe. Më fal, ka ndonjë arkitekt që ta jep projektin përpara se ta porosisësh? Po patjetër. Po dalo prit. Patjetër. Po dalo tani sepse ai thot, unë jam interesuar për një shtëpi. Ai aty 2 sekonda se nuk e kupton. Në demokraci njërë në 4 vjet ka zgjedhje. 2 sekonda se nuk e kupton. Njërë në 4 vjet ka një muaj për të palosur fushatën dhe vizionin. Po çka ke fushatën dhe vizionin mos e nuk është puna ke muaj. Ideja është pse u përzjodh pikërisht ky kur nuk ka asnjë vizion. As ky dhe as ata personat aty nuk thanë dhe kush e përzjodhi, si u përzjodh e tjera. Tani të shkosh s'kan vizion? Ai bëre pyetje. Po s'ke dëgjuar vizionin? Ai bëre pyetjet. Po vizionin e dëgjon fushatën. Vizion. O, zotri, ai thotë Po pikërisht mos e ke dëgjuar se se ke dëgjuar nuk e di. Po kur do ta dëgjosh? Do ta dëgjosh. Po ta dëgjoj. Kur do të dëgjoj? Ka një fushatë ta dëgjosh vizionin ti, do shikosh edhe programin, edhe do vendosësh pastaj të japësh votin. Jo, duhet bërë përpara se kandidat. Por çfarë flisni burr? Po i ka thënë kandidat pastaj do ta dëgjoj? Jo, Po kur bëhet fushata para apo pasi ti Shumë para po kandidat? Para bëhet sot, nëse politik, para se bravo. Para se ta dish Armir do ty, në Tiranë do të jap pasëm ujin e pirë. Para se ta dish taksat. Para se ta dish që ti je kandidat. Jo kur unë, ti jo do të shpalos programin. E pastaj do të shkoj dhe partive, edhe shoqërisë civile do i them, më kandidoj, po prit më Armir, prit. Një sekond. Pritor ta mbaroj, po pritor burr. Pritor të mbaroj njëri fjalin. A keni çik kultur bisede më pas, si flisni tavolik, kështu flisni. Po, kështu flisni. Lëmë tjetër të mbaroj argumentin. Po të lëmë. Po s'po më lë pra, unë flas. Po të pyes. Unë do flas sa themu, pastaj pyet ti. Në rregull? Atëherë, në gjithë botën e qytetëruar dhe të paqytetëruar, deli person, dhe në Shqipëri kemi precedentin. Ne doli në 90-ën, Sali Berisha do rrëzojmë komunizmin. Doli e tjetër do heqim trashëgiminë e Berishës. Doli ky tjetër do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Doli Edi Rama fushat në 2025 dhe tha, do t'ju jap pasaportën europiane, një gjë. Tashi unë dua që ai që do kandidoj për Tiranën do thoj se unë Tiranën kështu e kam. Dhe këtë Tiranë e ka Edi Rama, nuk ka nevojë të shpalosi program, e ka bërë Edi Rama që në 2020 këtë Tiranë. Unë dua një alternativë. Dhe kjo alternativë është çdo person që do të bëjë një sipërmarrje për qytetin e vet. Nuk ka nevojë kur shpallen votimet. E di 10 vjet, 12 vjet parë, e di unë se ç'duam për Tiranën. Unë. Kjo është në rast normal. Të një demokracie normale. Prit, le rastin normal. Unë e di se ç'a kam. Dhe mua po të mbytur nuk kam shpalos televizor, në publik ku dushti. Flori në publik ka qenë kritik. Por nuk ka qenë konstruktiv. Pra nuk ka thënë, ndërsa unë mendoj këtë. Nuk mendoj këtë. Ne themi, e vëm, pastaj do e shpalosi. Jo. Duhet ishte shpalosur, pastaj ta vëm. Në kushtet që është sot, po themi, politika e ka përdorur. Florin. Pra, politik blogerash. E ka përdorur, nuk ka rëndësi. Ai është çuni mirë, ai është aktor i shkëlqyer, ai sot është i përdorur nga politika dhe nuk ka program. Kaq. Shiko, vetëm të shtojnë gjë. Jam dakord që është përdorur. Partitë politike janë në krizë, opozitarët janë në krizë. Nuk nxirrin dot një kandidat që përbashkonte. Dhe kjo është kriza dhe ky është bojkotimi i partive politike të këtyre zgjedhjeve. Që do të thotë në kushte sui generis, partitë politike, po kriza është pra tani, më kupton? Krizë apo pasar? Jo, krizë është falimentim. Është falimentimi i partive politike. Partitë politike hynë në zgjedhje 6 muaj përpara dhe nuk arritën të nxornin 200.000 votuesit, ish votuesit e tyre para një palëzgjedhje. Është falimentimi i opozitës, jo i opozitës, ëh. Vetëm sa partitë politike të opozitës, duhet të thënë. Vetëm ta përfundoj. Dështuan të nxjerrin një kandidat secili të tyre, më të mirin e tyre. Nuk e bën dot, sepse vjen nga një zgjedhje të dështuara. Në këtë kuptim, ata kanë hapur një derë që nuk e kanë pas hapur më përpara, do vënë tek shoqëria civile. Dhe gjetën një djalë, tani këto janë zgjedhje të pjesshme, janë të shpejta, nuk mundet të gjesh një individ që e ka programin qeverisës, do duhet të ishte kështu në një vend normal. Nuk e kemi, por absolutisht unë mendoj që figura e tij ka të gjithë potencialin që në kohën e mbetur ta shpalos vizionin e tij për qytetin. Dakor, pra po them po shpërtorohet, po nuk po. Duhet në fundit shpresoj e ke penallti dhe gol. Themi në ndeshje. Kjo është tallje dhe me shoqërinë civile. Tirana dihet që do futesh në zgjedhje që na shkurti këtij viti. Po. Dhe që ta lesh deri në moment fundit, pas zgjedhur, është tallje. Po s'duan ta heqin në burr, pa çfarë thon. Dhe jo vetëm Tirana, po dhe ato. Duan të mbajnë këtë që është aty burr. Elena Mat. Përveç Vlorës, kjo është një tallje. Thua tani në moment të fundit na gjeti të papërgatitur, është një tallje e madhe nga opozita sepse kishte kohë.
që na shkurti deri në tetor për të gjetur një kandidaturë. Nuk e bëri moment fundit dhe është tallje. Do e hapi portën tani, zgjedhjet e tjera do e mbylli portën. Është tallje, mos flisin kot. Penalti, gol, çfarë do e bësh? Them, kemi mundësinë, vërtet të gjitha to që ndrojnë, opozita ka problemet e veta, nuk mund të them as krizë dhe as pazar. Por është një model ndryshe, ku të gjithë tani të lodhur nga kjo dhe të vërtetuar se si kjo politik në e ka si këta kandidatët dhe edhim se qa pëtëshavure kam bërë me Bashkinë e Tiranës në rastin konkret. Unë mendoj që të portojmë të model të ri, ku të gjithë bëjmë bashkë për një njeri i cili nuk është i varur nga një forcë politike, por nga parimet e veta. Dhe më e rëndësishme është që të çojmë në atë vend një njeri të ndershëm, Po edhe Arlindi është i varur nga parimet e veta. është mesazh politike, jo fjali pa fund, mesazh. Mesazhi është kemi shansin të ndërtojmë një model të ri, i cili mund të jetë fillimi një ndryshimi të madh për shoqërinë tonë. Vetëm një fjali të shkurtër. Edi Rama nuk ka qenë antar i PS-s kur ka konkuruar në 2000. Okej. Mesazhi është presidenti t'i lexoj letrat për para. Andaj thashun e vjetër apo e re, pas Po, modeli vjetër, presidenti bën mirë t'i lexoj një letrat që i vi nga Rama përpara se t'i firmos. Partit politike edhe pas. Partit politike duhet të demokratizohen së brendshmi që të mos ngelen shumë derexhej që s'ka një kandidat. Qytetarët me shumë mundësi kanë fituar një kandidaturë simpatike, shumë interesante, më mirë se sa alternativa e opozitës. Në këtë kuptim unë besoj që zgjedhje nuk kemi, po ne do jemi këtu t'i komentojmë nëse do kemi. Se kishit para nesh, kishit po flisit për magjinë. Dhe do filloj një muaj në kështu ma gjepsje. Do kemi gënjeshtra, ëndra e tjera, do mbaroj kjo, do vazhdoj rituali u vodh, u bë ai hajduti mafiozi, edhe asgjë nuk ndryshon për një periudhë të gjatë kohë dhe ky është dëshpërimi. E të mëshëm. Ka Elvisi. E tha. Pa e the. E tha, po. Ti Armiri ke bërtit shumë Elvisit, kaq po të them. Ja, këtu të këshim vënë Armirin e që kërkon faljet, pak e kërkon faljet. Një sekund, para se ndeshja do rish Por e flas nga pasion, nuk është important se është pasion, vëlla. Po, me këtë pasion. Po ti dëgjosh e ke shkallët, ke roja poshtë, vëlla. Po unë më quan model pozitiv ti mua. Më quan model pozitiv. Po të rrithem kush je. Më quan model pozitiv ti mua. Minuta e fundit jep para se të jap penalltin time, dua t'ju vë të gjithëve ndjeni që me Unionet, Western Union, transfertat e parave tuaja bëhen më të lehta se kur. Transferta në gjithë Shqipërinë, transferta në gjithë botën, përdoreni Western Union. Të thënë, paktën kjo është një këshill tamam, është e vërtet. Unionet, Western Union, kudo dhe kurdo pranjush. Kjo është një këshill e vërtet, se ne mund të themi votoni këto se atë, ju do votoni kush t'i japi lekët ose këtë doni ju ose si ta keni qefin ju. Dhe penaltia? Penaltia ime është kjo. S'du ta gjuaj penaltin, s'du. Gjuaj jashtë. Jo s'dua. Ju s'du ta gjuaj fare. Pasoje. Fare. Se i tha, më tha njëri. Më tha, ja një sekund, prit, më tha njëri. Më thua një batut për këtë gjën, i thashun ore, qa e di batutën ti? I thashun, qa e di batutën ti? Shkojmë në publicitet dhe me njerë këthemi me akuzatoren këtu në Bardazi, kush do të vi pas pak?